Së bashku kemi organizu sot një shenjë proteste, një protest 2 orëshe prej orës 10 deri në ora 12, për me kundërshtu vendimin për me dalë me 1 qershor në tregun e lirë për shkak se institucionet e vendit, ZRE-ja, po edhe institucionet tjera cilat janë kompetente me pregadit tregun, me pregadit kushtet që me dalë në tregun e lirë, biznesin nuk e kanë pregadit, mirë po bizneset me dhunë po detyrohen me dalë në tregun e lirë, që nga dalja në këtë treg lirë i cili është sot, në këto kushtet të cilat janë sot, bizneset tona do të pësojnë për shkak se do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike prej 220 deri në 270% më shumë. Dhe çka do të ndodhë që do të rritet produkti jonë kosovar, do të rritën shërbimet, vlera, çmimi i tyre dhe do të kurrët prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të lirohen, reduktohen vendet e punës. Kështu që nuk ka qenë dëshire jona me dalë sot me protestu, jemi detyru me dalë me protestu dhe kërkesa jonë ndaj institucioneve të vendit është që të reflektojnë në kuptimin pozitiv të gjendët mundësia dhe të shtyhet se ne vetëm një kërkesë kemi që ta kemi një fazë të tranzicionit për me dalë në tregun e lirë. Ne kemi kërkuar që të jetë një vit që të përgatitet edhe tregu, të përgatitet edhe biznesi. Çdo vend, çdo shtet që i ka nxjerr biznesin në tregun e lirë kanë pas fazën e tranzicionit. Kjo është një vendim i ZRE-s. Ne kemi kryeministri nëse ka deklaruar se kum papën, nëse ka deklaruar kështu pindron fjalë se ka pas një paraqitje publike ku ka thonë që ZRE-ja është e pavarur. Ne çka kemi kërku prej qeverisë së Kosovës, kemi kërku një subvencionim që ZRE-s i nevojitet për 50 milionëve që me shty ose me na i dhon ne këtë fazën e tranzicionit, që mos me dalë në tregun e lirë. Me 50 milion që prap nuk janë privatit kryeministrit, po janë të taksapaguzët këtyne që janë sot këtu, këta e mushin buxhetin. Po me këto 50 milion e pështon biznesin, i pështon qytetarët e Kosovës, se nuk i ngarkon edhe një herë dhe e pështon ekonominë e vendit. Kështu që ka dhënë edhe më shumë se 50 milion për tjera qëllime, nuk kjo është qëllim madhor, kjo është interes publik. Edhe për këtë arsye qeveria me mbrojt interesin publik, me mbrojt qytetarin e Republikës Kosovës. E qytetari mbrojt këtë mënyrë, jo duke ja shtrajtuar jetën, duke ja vështirësuar jetën. Nuk e kem një informat 100% a kanë nënshkru dikush ajo, nuk e dim, po shumica që janë anëtarë të todës ekonomike nuk kanë nënshkru dhe tani është ajo faza e tranzicionit ku 60 ditë ka për obligim keku, po edhe keku prap me çmim tregut, jo me çmim tregulluar. Na ftojmë qeverinë e Kosovës që të reflektoj, të mos na detyroj në fazat e tjera, ashtu siç pas ka deklaruar kryeministri që nuk do të tërhiqen, edhe ne po i tregojmë që ne nuk do të tërhiqemi. Do të vazhdojmë, por pasoja do t'i bartë qytetari, do t'i bartë buxheti i shtetit dhe do t'i bartim të gjithë ne, sepse do të ketë rritje të importit, siç është duke pas çdo herë, edhe do të ketë rënje të prodhimit vendor, rënje të punësimit edhe rënje të mirëqenies, që do të thotë rritje të egzodit të qytetarëve tonë. Cili prodhues mund të konkurrojë me 300% të energjisë në treg me prodhuesit regional që na rrethojnë neve. Kjo është diçka e pamundur. Unë e kërkoj jo veç nga prodhuesit, po gjitha institucionet, edhe qytetarët, edhe gjithë të jenë me prodhuese, është momentum i fundit ku ne mund të na ndihmojnë neve si prodhues. Për ndryshe, po s'na ndihmojnë, besoni se gjithë do të falimentojnë. Unë si kompani e kam marrë dukon 265 euro kilovatin. Megavatin, po kuptohet. Domethënë është diçka e papërballueshme kur e dim se në region energjia gjithë prodhuesier e kanë dukon 100, 110, 120, maksimumi është 130. Si konkurrojmë na me 260 apo 300% të energjisë në tregun tonë. Cila ka qenë përgjigjja e kompanive tjera të vitit? S'ka, nuk ofrojnë, nuk kanë çmim, nuk kanë ofertë, edhe kjo është problemi.